kënaqësi të dashur spektatorë dhe ju telespektatorë që na ndiqni përmes MTN Televizion, të jemi së bashku në këtë maraton të bukurisë shqiptare. Miss Universe, ju vetëm evidenton, por edhe përhap bukurinë, mbështet dhe inkurajon guximin e vajzave për të shpalosur vlerat dhe talentet e tyre. Edhe një hap larg jemi drejt Miss Universe Albania. Ftoj edhe njëherë në sfilatën e tyre të fundit, 3 vajzat pretendente, të cilat do t'i shoqëroj një këngë shpirti, që e këndon si ai, Valon Shehu. Don't turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door, 'cause you're the only one that I've been hoping for. Come hold me tight, I need your light. Just come and take me to the place I long to be. Stay with me, love is all I'm praying for. Stay with me, give me strength to carry on. Stay with me, and hearts will surely find the way to go. Stay with me, be my shelter when the angels disappear. Don't turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Come hold me tight, I need your light. Just come and take me to the place I long to be. Stay with me, love is all I'm praying for. Stay with me, give me strength to carry on. Stay with me, and hearts will surely find the way to go. Stay with me, love is all I'm praying for. Stay with me, give me strength to carry on. Stay with me, and hearts will surely find the way to go. Stay with me, be my shelter when the angels disappear. Don't turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door, 'cause you're the only one that I've been hoping for. Come hold me tight, I need your light. Just come and take me to the place I long to be. Stay with me, love is all I'm praying for. Stay with me, give me strength to carry on. Stay with me, and hearts will surely find the way to go.
be my shelter when the angels disappear. Don't turn away, I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Come hold me tight, I need your light. Just come and take me to the place I long to be. Stay with me, love is all I'm praying for. Stay with me, give me strength to carry on. Stay with me, and hearts will surely find the way to go. Stay with me, love is Edhe pak qaste dhe do të zgjidhet më e bukura. Por ndërkohë ju kujtoj se Miss Univers, ky titull për herë të parë u përdor atëherë kemi mbritur në çastin kulmor të kësaj mbrëmje dhe nuk po flasim më gjatë se çfarë është Miss Univers, sa i rëndësishëm është ai dhe kur e ka nisur udhëtimin e tij. Do të shpallim tani Miss Grand 2024. Vajza fituese do të përfaqësoj Shqipërinë në edicionin e 12 Miss Grand International, i cili do të zhvillohet në tetor të këtij viti. Ftojmë në skenë drejtorin e Miss Grand Albania dhe Kosova, Arieta Osmani. Mirëmbrëma të gjithëve, urime për këtë event madhështor. Mirëmbrëma Arieta. Në këtë skenë u falenderuan shumë emra, u duar trokitën shumë emra, por dua të them një bravo të madhe Eduard Dedës dhe një falendërim dhe një duar trokitje për ju që e shkëlqyet këtë event. Faleminderit. Tani mësojmë kush është Miss Grand Albania. Kam po aq emocione, por Miss Grand në Miss Universe Albania and Kosovo është vajza me emrin Nervo Halo. Suksese Nevro. Shumë faleminderit Arieta. Faleminderit. E një vit më parë, unë gjita në këtë skenë për herë të fundit si një Miss Universe Albania, pasi më duhet ta dorëzoja kuroren tek një tjetër bukuroshe. Dhe tashmë është rradha e saj, siç e do tradita, të vi dhe të dorëzoj kuroren tek mbretëresha e këtij viti. Zonja dhe zotërim, para jush, Miss Universe Albania 2023, Endi Demneri. Endri, mbretëresha e kësaj mbrëmje. Presim kurorën e kësaj mbrëmje sjell nga Endi Eri. Ndërkohë Endi mund na rrëfej pak për udhëtimin e saj, ndoshta për gjatë këtij viti. Si fillim, dua ta nis me një falënderim të madh për producionin, për Eduard Detën, për ju, për punën e palosshme, po mbi të gjitha për Shqipërinë time të bukur. Ju falenderoj shumë për suportin dhe për mirësinë që më keni dhuruar. Jam shumë e lumtur që jam këtu dhe jam gati të kurorëzoj Missin e ri. Është një privilegj
dhe një kënaqësi e madhe, është një vit luftë, po aq sa i luftë dhe i bukur. Shpresoj shumë që ta shijoj. Endi, çfarë këshille do t'i jepje fitueses? Duke Atëherë, Miss nuk do të thotë t'jesh vetëm e bukur. Missi ka një kaos, dhe kjo kaos duhet përfaqësuar në mënyrë më të denjtë-mundshme. Unë mund të them që në anë të kauzës time kam ngritur zërin, tashmë vajzat e dinë se çfarë është sëmundja endometriozis. Jam shumë e lumtur sepse unë dhe familja ime kemi shëruar 10 vajza dhe njëra prej tyre sot është nën dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kështu që e vetmja këshill që do t'i jepja ishte ta shijoj dhe me kauzën të eci sa më shumë përpara dhe t'japi maksimumin. Si për kauzën e saj, po dhe për vendin tonë të bukur. Faleminderit, bravo. E në fakt unë të doja Nevron ta falenderoja dhe të na lirohet nga skena. Faleminderit Nevro dhe suksese. Urime. Do doja të ftoja 2 konkurrentët tona të pozicionohen në qendër të skenës dhe të mësojmë se cila nga këto 2 konkurrentët do të jetë Desi mësolli Zarvin, Cila do të jetë Miss Universe Albania për vitin 2024. do doja të ftoja Desin të sillte dhe kurorën. Kush do të jetë vajza që do të përfaqësoj Miss Universe Albania në Miss Mexico, Megi Shehaj apo Francesca Rustem? Shkëlqejnë të dyja dhe është kaq e vështirë të përzgjedhësh. Megjithatë, juria do në saj dhe rezultatet do t'i keni ju veteni ndoshta. Por presim edhe pak sepse zemra na rre fort, s'dim këtë zgjedhim. Publiku atë ndjekim përmes ekranit. Është e vështirë të zgjedhësh mes bukurive. Miss Universe Albania 2024 është Francesca Rustem. Si dhe Megi Shehaj, shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania 2024. Kosova dhe Montenegro. Miru pafshim në vitin tjetër, në edicionin tjetër me të tjera surpriza. Festuan së bashku bukurinë shqiptare me disa kurora. Për bukurinë shqiptare në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi, urime vajzave tona, urime produksionit, faleminderit shumë publik i dashur që ishit me ne në këtë mbrëmje dhe ju teleshikues që na ndoqët përmes MCN televizion. Ishte një natë e magjishme, paharruar për këto vajza, por besoj për ju edhe për ne tjetër që ishim në të skenë, dhe drita me bukuri, rini dhe dashuri. Miru pak